E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmin e radhës, këtë herë për të folur për një politikane shumë me influencë, Monika Kryemadhi, që vitet e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes. Monika Kryemadhi kërkon që të bëhet pjesë e Big Brother VIP Albania. Monika Kryemadhi drejt Big Brother VIP. Ajo e la hapur se dëshiron, por sidomos si komentatore. Nëse ajo futet, do t'ishte një skup i madh mediatik, sepse ajo mbetet e drejt për drejt me deklaratat dhe me mënyrën se si Monika Kryemadhi flet. Unë në fakt do kisha dashur që të shoh një politikane siç është Monika Kryemadhi, pjesë e Big Brother VIP Albania, sepse ne duam të kemi një personalitet të tillë. Monika ka shumë për të folur dhe në qoftë se do të kishim dashur që të sqarohen gjërat e spakut, mendoj që do të ishte vendi adekuat i Monika Kryemadhit për të treguar vërtetësinë dhe çfarë ka ndodhur me bashkëshortin e saj, zotin Meta. Monika Kryemadhi e la të hapur opsionin që do të jetë pjesë e Big Brotherit. Unë mendoj tani që Monika Kryemadhi mund të ketë marrur një ftesë nga Ledion Liço dhe Sara Hoxha për të luajtur rolin e opinionistes, ashtu edhe siç Monika e ka shpreh në këtë rast, por ajo domethënë dëshiron që të jetë pjesë e këtij kastit. Si banore brenda më duket personazh shumë luftarak, besoj që do t'ja kishte dalë dhe do ta kishte bërë të pamundurën që ta fitonte edhe vëmendjen edhe të gjitha dhe do t'ishte ideale në këtë spektakël, domethënë do t'ishte personazhi i duhur se si duhej të jetë një banor brenda shtëpisë së Big Brotherit. Jam i bindur për këtë gjë, domethënë do dominonte me natyrën e saj, sepse Monika Kryemadhi ka dominuar gjithmonë dhe do t'ishte spektakolare, por në vazhdim domethënë presim ta kuptojmë se çfarë do të ndodh me zonjën Kryemadhi dhe si do të marrin gjërat. Mendoni ju që zonja Monika do të jetë opinioniste apo do të jetë banore?